Zoti Male, kush qark do jetë që do ketë më shumë luftë në gjykimin tuaj? Në të kuptim. Për sa i përket kandidatëve që dhe ju i keni parë, cili qark do prodhojë surpriza në zgjedhje, që do ketë betejë më të fortë? Shiko, unë besoj që Tirana mbetet Tiranë, çdo parti politike, e patjetër do të ketë një betejë jo të lehtë. Durrësi është një rreth i madh, ka dhe ai zhvillimet e tija. Fieri do ketë atë ballafaqimin tradicional, sepse gjithmonë PS-ja ka qenë fituese bindëse në Fier, në Vlorë, dhe duket se do të mjafton edhe vetë përcaktimi i drejtuesit të zonës, në që nivel drejtuesi i zonës, në brenda strukturave të partive politike, aq më e madhe pritet si thua lufta për votën e fundit, sepse edhe përgjigjeja e tyre është bërë mbi të parim, të fitojnë me çdo kusht. Natyrshëm që nuk do të ketë një fitore siç do të dëshirohen te Partia Socialiste, Rama shumë, se sa të Partia Socialiste, që t'i jap Partia Socialiste një majorancë votash për të ndryshuar ligjet me shumicë, apo për të tentuar në aleanca fluide për të ndryshuar kushtetutën. Unë nuk e besoj këtë dhe jam i bindur që rezultatet do të jenë më të shtrënguara midis të gjitha partive politike. Zoti Male, edhe një pyetje të fundit kam. Këto 2 muaj do arrijë të frymëzoj opozita së pari dhe së dyti, çfarë mund të ofrojë Rama pas 3 mandateve? Shiko, se çfarë afron secili lider pas X mandateve, kjo do të duket si thush fushatën elektorale, por Rama e ka avantazhin për të dalë nga gjërat konkrete dhe për të krijuar një ambient festiv, duke përdorur me tepri edhe cinizmin dhe banalitetin. Partia Demokratike, aq sa kam parë deri tani, qoftë edhe për shkak të bashkëpunimit në këshilltarin për zgjedhjet, paraqiti një program të strukturuar me 5 kolona. Partia Socialiste i ka gjitha kapacitetet, brenda dhe jashtë saj, të bëjë një program elektoral që të jetë, si thua, të vë gisht mbi plagët sociale që ka Shqipëria, të qartësoj reforma strukturore për çdo sektor, duke filluar nga ato më jetikët, t'i bëj transparente dhe llogaridhënëse objektivat elektorale, në mënyrë që të rritet dhe llogaridhënia pas zgjedhjeve. Ajo që nuk e pëlqej, pavarësisht se mund të ketë justifikueshëm politik, është gara për gjuhën e banalitetit midis liderëve politik. Politika është e lodhshme për votuesit, dhe nëse liderët vazhdojnë edhe përdorin gjuhën që i lodh ata akoma më shumë, sigurisht që produkti që do të dalë nga zgjedhjet nuk do të jetë ai që Shqipëria ka nevojë për të kaputur atë ciklin e varfërisë apo treguesit jo pozitiv, për shembull një raport i fundit që varfëria, risku i varfërisë ekstreme për fëmijët në Shqipëri është më i madh se në çdo vend edhe në Ballkanin Perëndimor, do të ishte një objektiv më njëjtë, i qartë, i strukturuar. Çfarë do bëhet në pjesën ligjore, çfarë do bëhet në pjesën institucionale, çfarë do bëhet në pjesën buxhetore, si do të jenë targetuar objektivat për të përmirësuar arsimin parashkollor të shqiptarëve dhe të orientuar drejt grupeve më fragile të shoqërisë. Pra, ka shumë gjëra për të thënë. Unë kam mbetur impresionuar nga fakti se programi i përbashkët e dy partive që do qeverisin Gjermaninë në të ardhmen, ju do ta gjeni, do ta publikoni, ishte shumë konkret, nuk ishte gjëra të përgjithshme. Do bëjmë këtë dhe për këtë duhen kaq lekë. Do bëjmë këtë, por si jemi dakord, do ta shtyjmë për pak më vonë. Pra, ishte gjithçka shumë konkrete. Duhet i detyrojmë ndërmjet oponencës publike, liderët e partive politike të mos bëjnë fushata me dajre, po të bëjnë fushata me programe elektorale lehtësisht të monitorueshëm nga votuesit. Kjo është thelbi i demokracisë. Zoti Male, faleminderit shumë për bisedën. Shumë faleminderit ju.